Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimet janë për Allahun, salavatet janë për profetin tonë alayhi salatu wassalam dhe pasuesit e tij. Nderuar vëllezër dhe motra, sot me lejen e Allahut do të trajtojmë një temë të rëndësishme që ka të bëjë me shkencat e Kuranit. Kjo temë bën fjalë për ajetet e fundit të zbritura, pra nga Allahu i lartësuar tek profeti alayhi salatu wassalam. Natyrisht që dietarët kanë mospajtime në lidhje me pjesën e fundit që kanë zbritur nga Kurani. Le të cekim shkurtimisht këto mendime. Së pari, Bera ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë ajeti i fundit që ka zbritur është fjala e Allahut: "Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalale." Ata të kërkojnë nga ti, pra kërkojnë nga ti o Muhammed, gjykim për dikë që vdes pa pasur trashëgimtar. Ky është ajeti i fundit i surës Nisa, kurse surja e fundit që ka zbritur është surja Teube. Kjo është pra transmetimi i sahabit të nderuar Bera ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur me të. Po ashtu Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë ajeti i fundit që ka zbritur është ajeti i Kamatës. Të njëjtin transmetim e përcjell edhe Bejheqiu, Ahmedi dhe Ibn Majah nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kurse Ebu Said el-Khudri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, thot, Omeri radhiyallahu anhu na mbajti në ligjërat dhe ndër të tjera tha: pjesa e fundit e Kuranit është ajeti i Kamatës. Natyrisht ajeti i Kamatës bëhet fjalë për fjalën e Allahut: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju që keni besuar, ta keni frikë Allahun dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtetë. Kurse Abdullah ibn Abbasi, cili njihet nga interpretuesit më të njohur dhe më të famshëm të Kuranit, thot se ajeti i fundit që ka zbritur është fjala e Allahut: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah." Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek Allahu i madhruar. Këtë mendim ka dhe Said ibn Jubairi, i cili thot: pas zbritjes së këtij ajeti, profeti alayhi salatu wassalam jetoi edhe 9 net, pastaj vdiq natën e hënë, kur kishin kaluar vetëm 2 net nga muaji Rabiul Awwal. Kurse Ubej ibn Ka'bi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot se ajeti i fundit që ka zbritur është fjala e Allahut: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga xhiri juaj. Natyrisht bëhet fjalë për plotësimin e këtij ajeti dhe ajetin pasardhës, që janë 2 ajetet e fundit nga surja Teube. Në një transmetim tjetër, Ubej ibn Ka'bi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot gjithashtu: Kurani më i afërt me qiellin, pra në aspektin kohor, janë këto 2 ajete, pra që përmendëm më lart 2 ajetet e fundit të surës Teube. Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot surja e fundit që ka zbritur surja Idha jaa nasrullahi wal fath, pra surja Nasr, ku Allahu i lartësuar thot, pra kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi, pra bëhet fjalë për çlirimin e Mekës. Ka dhe mendime të tjera për pjesën e fundit që ka zbritur nga Kurani, qofshin ajete ose sure. Beheqiu lidhe me këto mendime thot: këto transmetime në lidhje me pjesën e fundit të zbritura të Kuranit, nëse janë të sakta, tregon se secili prej tyre, pra këtyre transmetuesve, ka dhënë përgjigjen sipas diturisë që ka zotruar. Ndërsa Kadiu Ebu Bekr ka thënë në librin e tij Al-Intisar: të gjitha këto transmetime nuk i janë atribuar profetit alayhi salatu wassalam, pra nuk janë hadithe, ndërsa personat që kanë dhënë këto mendime kanë folur me atë nëpërmjet asaj diturisë që kanë patur, duke përpjekur për të thënë atë që mendon, pra secili për tyre për të thënë atë që mendon se është e vërteta. Ndoshta secili nga ata që është shprehur për pjesën e fundit të zbritur të Kuranit ka dëgjuar pikërisht atë pjesë nga profeti alayhi salatu wassalam në ditën që ka ndëruar jetë ose pak para sëmundjes pas së cilës ndroi jetë. Kurse dikush tjetër e ka dëgjuar pas atij të parit. Nga këtu duke qartë që ajeti ku Allahu i lartësuar thot: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah", pra që do thotë dhe ruajuni asaj dite që do ktheheni tek Allahu, i cili ndodhet në radhitjen kuranore menjëherë pas ajetit të Kamatës. Ky mendim është më afër të vërtetës se ky është ajeti i fundit i zbritur nga Allahu tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Ndoshta
sepse ky ajet ose një ajet tjetër ishte nga ajetet e fundit që i ka kënduar profeti alayhi salatu wassalam bashkë me ajetet e tjera që kanë zbritur në atë kohë. Pas kësaj, i dërguar Allahut urdhëronte që të shkruaj ky ajet, pra pas atij të parë, pra ajetit paraardhës, dhe mendohej se ky ka zbritur i fundit në radhë. Pra këto janë edhe mendimet kryesore që kanë të bëjnë me ajetet apo suret e fundit që ka zbritur. Allahu e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.